Kështu do të filloj të përhapej kjo fe e Zotit. 4 vjet, pastaj 20, pastaj 30, pastaj 40 vjet. Kur filloj të hapej feja e Zotit me 40 vjet, ishte e detyrueshme për pejgamberin alayhis salam që të gjejë një llom apo një shtëpi ku t'ju flas besimtarëve, t'ju flas atyre për Zotin, t'ju flas atyre për fenë e Zotit, t'ja mësoj atyre fenë e Zotit. Mirë po në atë kohë ishte një rrezik i madh që dikush prej tyre ta hapte derën e shtëpisë dhe t'ju thonte bujrëm: "E jani dhe mësoni në shtëpinë time." Pse? Friksoheshin nga illujtarët, nga prijetarët e atij vendi. E njëjta gjë e cila ka ndodhur në vendin tonë. Para disa vitesh, në kohën e komunizmit, askush nuk guxonte që të hapte derën për me mësu fenë e Zotit. Pse? Po sepse dihej përfundimi i atyre njerëz. Prandaj edhe kjo kohë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duhej një kujdes i veçantë. Dhe subhanallahu, do të gjejnë një shtëpi në të cilën do të mësohet feja e Zotit. Dhe personi i cili do t'i hapi dyert e shtëpisë së tij, duke marrë parasysh rrezikun e madh që e priste, ishte dikush. Sa ishte ai? 30 vjeç, 40, 50 apo 60. Ishte një djalosh 16 vjeçar, i cili kishte besimin dhe guximin që të hapte shtëpinë e tij në mënyrë që të fillonte përhapja e fesë së Allahut subhanahu wa ta'ala.